Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizm oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 7 monedat, 6 shpatat, 3 shpatat, hëna. Java për ju nis me kartën 7 monedat, e cila nënkupton se mund të jeni në një pikë ku po vlerësoni gjithë çka që keni investuar deri tani, qoftë në marrëdhënie, qoftë në punë, apo edhe në zhvillimin tuaj personal. Ndoshta mund të pyesni veten nëse përpjekjet tuaja kanë dhënë rezultatet që prisnit, ose nëse është koha të ndryshoni drejtim. Ky lloj reflektimi ju çon drejt energjisë së 6 shpatave, e cila tregon se gradualisht po largoheni nga situata, po largoheni nga mendime ose po largoheni nga ngarkesa që ju kanë rënduar. Megjithatë, largimi nuk do të thotë se plagët janë shëruar plotësisht. Këtë e tregon edhe karta me 3 shpatat që nxjerr në sipërfaqe një zhgënjim, një lëndim ose një të vërtetë që mund të jetë ende e vështirë për t'u pranuar. Karta me 3 shpatat nuk nënkupton me patjetër një ngjarje të re, por mund të jetë edhe një proces emocional që kërkon kohë që të përpunohet. Më pas shfaqet hëna, duke treguar se jo gjithçka është aq e qartë sa duket. Frika, pasiguritë ose intuita mund të jenë më të forta se zakonisht dhe mund ta keni të vështirë të dalloni atë që është reale nga ajo që krijon mendja juaj. Në tërësi, kartat tregojnë se mund të kaloni një periudhë të rëndësishme reflektimi dhe çlirimi emocional. Përgjigjet që kërkoni mund të mos vinë menjëherë, por kjo nuk do të thotë se nuk po ecni përpara. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika ose pasiguria të errësojnë përparimin që ju e keni bërë deri tani. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 5 shpatat asi i shkopinjve, 4 shpatat djalli. 5 shpatat tregon se në familje mund të ketë mbetur ose mund të krijohet një tension, një debat ose një situatë ku askush nuk ndihet vërtet fitues. Mund të ketë fjalë të pathëna ose qëndrime të forta që kanë krijuar ose krijojnë distancë mes anëtarëve të familjes. Megjithatë, asi i shkopinjve tregon se ekziston mundësia për të ndryshuar këtë atmosferë. Pra, një bisedë, një nismë ose një dëshirë për të filluar nga e para mund ta hap rrugën drejt përmirësimit. Megjithatë, 4 shpatat tregon se jo gjithçka do të zgjidhet menjëherë. Për disa nga ju mund të jetë e nevojshme të lini pak kohë që emocionet të qetësohen përpara se të riktheheni te çështjet e pazgjidhura. Edhe pikërisht këtu shfaqet djalli. Djalli flet për vështirësinë për t'u shkëputur nga zakone ose nga dinamika familjare që nuk i shërbejnë më askujt. Pra, edhe pse asi i shkopinjve sjell mundësinë për një fillim të ri, 4 shpatat tregon se do të jetë e nevojshme të jepni kohë situatës të qetësohet. Sepse nëse plagët e 5 shpatave mbeten të papërpunuara, djalli paralajmëron se të njëjtat tensione, të njëjtat inate ose të njëjtat modele të vjetra mund të përsëriten sërish. Në tërësi, kartat tregojnë se mundësia për të përmirësuar marrëdhëniet ekziston, por kërkon gatishmëri për të thyer ciklet që përsëriten vazhdimisht. Kartat këshillojnë të mos ktheni të njëjtat modele që kanë krijuar plag. Kalojmë tek dashuria.
Në dashuri kemi kalorësi i monedhave të dashuruarit 8 shpatat Heremiti. Kalorësi i monedhave tregon se në jetën sentimentale ju po kërkoni siguri, kërkoni stabilitet dhe kërkoni që diçka nëse ndërtohet të ndërtohet me kohë. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të ndjeni nevojën për më shumë qëndrueshmëri dhe besim, pra hapa të kujdesshëm. Nëse ju jeni vetëm, mund të mos jeni të interesuar për njohje që janë sipërfaqësore ose kalimtare, por duket sikur jeni të prirur drejt dikujt që ndan të njëjtat vlera si ju. Kjo energji lidhet me të dashuruarit, duke treguar se një zgjedhje e rëndësishme emocionale mund të jetë përpara jush, për disa nga ju. Pra mund të bëhet fjalë për një vendim që prek të ardhmen e një marrëdhënieje, ose për mënyrën se si dëshironi ta jetoni dashurinë. Megjithatë, 8 shpatat tregon se frika, pasiguria ose bindjet tuaja kufizuese mund ta bëjnë këtë zgjedhje më të vështirë. Kartat tregojnë se pengesa më e madhe mund të mos jetë situata, por mund të jenë dyshimet që ju i mbani brenda vetes. Pikërisht për këtë arsye më pas shfaqet Heremiti duke ju këshilluar të mos kërkoni përgjigje vetëm tek të tjerët, por të kërkoni përgjigje brenda vetes suaj. Sepse vetëm përmes reflektimit do të kuptoni se çfarë kërkon vërtet zemra juaj. Në tërësi, kjo javë nuk ju kërkon të nxitoni, por të kuptoni nëse zgjedhjet që bëni burojnë nga dashuria apo nga frika. Kartat këshillojnë të dëgjoni zemrën, por mos lejoni që frika të flasë në emër të zemrës. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 kupat, 4 monedhat, 2 kupat, 8 kupat. 6 kupat tregon se në punë mund të rikthehen situata, mund të rikthehen njerëz, ose mundësi nga e kaluara. Mund të rifilloj një bashkëpunim, ose të merrni një ofertë nga dikush që njihni, ose të ndjeni më të sigurt duke u mbështetur në përvojën që keni fituar. Kjo lidhet bukur me 4 monedhat, e cila tregon dëshirën për të ruajtur stabilitetin dhe për të mos rrezikuar atë që ju mezi e keni ndërtuar. Megjithatë, 2 kupat tregon se bashkëpunimi, partneriteti ose një marrëveshje e rëndësishme mund të luajë rol kyç në këtë periudhë. Kartat tregojnë se mund të gjeni mbështetje te njerëzit e duhur. Edhe në fund, duke u shfaqur 8 kupat, tregon se pavarësisht stabilitetit mund të kuptoni se një situatë profesionale nuk po ju përmbush më emocionalisht ose financiarisht. Pra, për disa nga ju, kjo mund të nënkuptoj largimin nga një projekt, ose vendimin për të kërkuar diçka që përputhet më mirë me aspiratat tuaja. Në tërësi, kartat tregojnë se kjo javë ju thot të kuptoni dallimin mes asaj që ju jep siguri dhe mes asaj që ju sjell përmbushje. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të largoheni nga ajo që nuk ju përfaqëson më, edhe nëse dikur ju ka bërë të ndiheni të sigurt. Kalojmë në prizëm Oracle, ku kemi ndriçimi. Kjo kartë ju thot të shihni përtej asaj që duket në sipërfaqe. Kjo javë mund të sjellë momente ku e vërteta bëhet më e qartë dhe ju ndihmon juve të kuptoni më mirë veten, të kuptoni më mirë marrëdhëniet dhe të kuptoni më mirë drejtimin që dëshironi të ndiqni. Drita e vërtet lind kur pranoni të shihni edhe atë që më parë
e evitonit.